Përshëndetje të dashur miq. Në këtë video ne do të flasim në lidhje me 3 mesazhe intuitive, të cilat në fakt përkojnë me hënën e plot, pra mesazhe për hënën e plot në datën 1 ose 2 shkurt në varësi të zonës suaj. Por gjithashtu, kurdo që ju ta shikoni këtë video, këto mesazhe janë të vlefshme, sepse do të thotë që kjo video është paraqitur përpara jush për një arsye specifike dhe këto mesazhe janë mesazhet e duhura për ju në atë moment që ju i dëgjoni. Kështu që do t'i ndajmë këto mesazhe në 3 grupime të ndryshme dhe ju më të zgjidhni duke përdorur intuitën tuaj se cilin prej grupimeve dëshironi të dëgjoni, ndoshta njërin prej tyre, ndoshta dy, ndoshta të treja, sepse mund të ketë diçka aty për ju, por vlen për të përmendur fakti që në fakt instinkti i parë është mesazhi kryesor që është për ju. Pra ju çfarë ju vjen ndërmend e para ose çfarë ju ndjeni një lloj tërheqje të parën, se pastaj të tjerat mund të kenë mesazhe nëse ju ndjeni të udhëzuar. Por ndoshta edhe mendja mund të ndërhyjë që po ndoshta është kjo apo kjo. Gjithsesi ju mund të dëgjoni të treja nëse ndjeni të udhëzuar, por mesazhi kryesor është ai që ju patët atë indicjen e parë. Dhe përpara se ne të fillojmë me mesazhet, do doja shumë të ndaja diçka shumë të bukur me ju që në fakt jam ndjerë e udhëzuar këtë kohë dhe ishte si një tip ndoshta dhe leximi energjie për këtë hënë të plot. Duke qenë se ne hëna e parë e plot e vitit që ne kaluam ishte hëna e ujkut dhe super hëna e madhe që dukej më e madhe se zakonisht. Kjo mund të lidhej me faktin pra që ne situata specifike mund t'i zmadhonim dhe t'i shikonim më të mëdha se ç'janë, sepse duke qenë shumë të fokusuar te kjo situatë sigurisht që duket më e madhe. Por nga ana tjetër lidhej me faktin që ne të çliruam shumë emocione, shumë identitete të vjetra dhe lam vend pra për këtë rilindje të vetes sonë. Por kjo hënë e plot tani më është hëna e dëborës. Dhe nuk e di se në çfarë zone ju jetoni, në çfarë vendi ju jetoni, por bora ka qenë shumë e pranishme për ne në shumë zona të ndryshme, në shumë vende të ndryshme dhe jo si zakonisht, sepse me ndryshimet e motit, bora ka qenë gjithnjë më pak prezente, por ky vit ka qenë vërtet shumë vit i bukur, sepse bora në fakt duhet parë dhe si një element i pastërtisë. Por nga ana tjetër edhe vetë ngjyra e saj e bardhë na lidh me këtë lloj energjie, pra energjinë e pastërtisë, energjinë e sinqeritetit, të paqes, por edhe të fillimeve të reja. Dhe duke qenë se kjo hënë e plot është hëna e plot e dëborës dhe duke qenë se përkon pikërisht në shkurt të datës 1 ose 2, që në fakt të parët tanë, paraardhësit tanë e kanë përdorur gjithnjë si 2 ditë të shenjta dhe një ritual shumë i bukur i pastrimit. Spring cleaning, ndryshe në anglisht apo ndryshe pastrimi që bën vend pra për pranverën që gjithçka të lulëzoj. Sepse dhe vetë mund ta shikoni që bora mund të mendohet sikur po e pastron tokën që të mbi bari, që të mbin lulet më pas e kështu me radhë. Dhe mund ta mendoni edhe që po e uit, pra po e ushqen këtë tokë që të jetë më fertile, që të jetë më, si të thuash, më pillore. Dhe këtë mund ta mendoni edhe për çdo gjë që ju energjetikisht, pra në lidhje me manifestimet tuaja, në lidhje me këtë veten e re që ne thamë që po rilind, edhe në këtë aspekt mund të shikohet, por edhe në aspektin që të parët tanë si ritual kryesor kishin këtë pastrim, që në fakt po të kthejmë kokën pas dhe të shikojmë se çfarë bënin për shembull paraardhësit tanë që në kohët e lashta kanë vërtet shumë rituale interesante që jo që vlejnë ditët e sotme, por janë vërtet shumë njohuri të lashta dhe vërtet shumë të vyera. Pra, po të pyesni këta njerëz nëse janë gjallë, por edhe nëse, për shembull gjyshërit tuaj, por edhe nëse shumë kohë më parë ju studioni ritualet e tyre, janë vërtet shumë mahnitse. Në fakt, edhe në ditët e sotme, në fshatin e gjyshërve të mi, është si një ritual, por në fakt ata e bëjnë në ditën e verës, pra në 14 mars. Ndezi një zjarr dhe ky zjarr simbolizon, pra më duket se në darkën e datës 13 e ndezin tek fshati i gjyshërve të mi, pra që përkon me darkën e datës 1. Dhe ky zjarr ata e simbolizojnë me faktin që po djeg të gjitha bakteret e mundshme
por ata thon baktere. Por duke vrarë mendjen, unë mendova që ndoshta paraardhësit tanë e kanë patur vërtet synimin për bakteret energjetike. Pra për këto energji të vjetra dhe që nuk duhen më në aurën tonë, në jetën tonë, që të lëm vendin për rilindjen, që të lëm vendin për gjëra të reja, që të lëm vendin për një pranverë dhe verë të mbar. Dhe këto rituale duhen nderuar. Por si mund ta bëni ju, sepse nëse ju keni për shembull, nëse jetoni në vend me pyje dhe në natyrë, nëse është e sigurt dhe nëse nuk e dëmtoni natyrën, ju mund të ndisni një zjarr dhe vërtet ta bëni këtë ritual, dhe madje tek gjyshja ime kanë këtë rituali që e kalojnë zjarrin, dhe kush e bën zjarrin më të madh është aq më mirë, dhe lejojnë zjarrin që të shuhet vetë më pas, domethënë në kushte të sigurta, kuptohet. Dhe të nesërmen, duke parë në mëngjes, duke parë ashklat që ngelen nga çfarë u doq, kjo tregon që tani më rruga është e pastër për çdo gjë që të rifillojë dhe të rilindë. Pra si mund të bëni ju një ritual të ngjashëm, sepse sigurisht në shtëpi ju mund të ndisni në enë që janë që e durojnë nxehtësinë. Mund të bëni një lloj zjarri të vogël dhe ndoshta ajo që po më vjen në mend tani është të diçni dafin. Ne kemi përmendur edhe më parë këtë ritual dhe po rikthehet, që është një gjë shumë e bukur, siç tham, pra nga kohë të lashta tani më. Dhe në gjethet e dafinës, ju të shkruani gjithçka që ju dëshironi të manifestoni në secilën prej gjetheve, për shembull paqe, dashuri tek gjetha tjetër, lumturi, mirëqenie, para, shëndet, çfarë do lloj gjëje që ju të doni. Dhe mund të bëni sa më shumë gjethe sa të doni ju. Dhe t'i vendosni dhe t'i diçni. Mund të hidhni kanell, që përshpejton manifestimin tuaj dhe e ëmbëlson disi, karafil dhe anise, kjo po më vjen në mend, më duket se quhet, është ai ylli si erës, që është në formë ylli, sepse ajo ndihmon vërtet shumë që ju në radhë të parë të largoni të gjitha këto iluzione dhe të dëgjoni veten tuaj dhe intuitën tuaj. Pra është erza që na lidh ne me intuitën. Dhe shafran, këto po më vjen në mend tani. Pra këto t'i hidhni si erza, të gjeni një mënyrë që ju ta ndisni këtë lloj zjarri, për shembull ose thjesht të shkruani manifestimin tuaj në këtë hënë dhe ta diçni letrën nën këto erza të ndryshme dhe të diçni dhe këto gjethet e dafinës. Ato lëshojnë një aromë shumë të mirë në fakt, janë pastruese, por nga ana tjetër edhe ky tymi që lëshohet prej tyre, këtë dëshirë që ju shkruat e dërgon në univers dhe tani më ajo dëshirë është dëgjuar dhe është plotësuar njëkohësisht, por thjesht në kohën dhe momentin e dur ju do ta keni të prekshme ose do ta ndjeni. Atëherë kur ju jeni gati, sepse gjithçka ashtu dhe tani, por kur ne jemi gati, ne e shohim, ne e ndjejmë, ne e prekim. Ky ishte një ritual shumë i bukur. Tjetër, mund të pastroni shtëpinë tuaj. Mund të largoni gjithë gjërat që juve ju rëndojnë, gjërat e vjetra, gjërat që nuk keni pse i mbani më kot, sepse bëni vend për gjëra të bukura të reja. Mund të bëni një pastrim të dhomës suaj, të gjithë shtëpisë suaj, të garderobës suaj, të ndryshoni mënyrën se si visheni, që tham e lidhi me faktin që jeni një identitet i ri tani, dhe ky identitet i ri ndoshta vishet ndryshe. Sepse ju mund të thoni që unë jam ky identitet, po pse nuk po bëhem? Mundoni të bëheni ky identitet. Sepse nëse ju dëshironi për shembull të jeni dikush që shkon në zyrë dhe vishet me kostum, por ju shndroni me rroba në shtëpi, pra me tuta, me gjëra të tilla, apo dini në këtë lloj forme, nuk është se ka asgjë të keqe. Është thjesht ideja që kur ne e veshim këtë lloj kostumi, edhe nëse nuk kemi ende në atë punë, dhe mendojmë sikur po dalim nga shtëpia në përditshmërinë tonë dhe po shkojmë në këtë lloj pune specifike, po marr një shembull që më erdhi ndërmend, mund të jetë çfarëdo. Ju e ndjeni sepse ju e shikoni dhe më të prekshme që ju e keni veshur këtë kostum. Ju e prekni, e ndjeni dhe duket shumë herë më e besueshme për mendjen në radhë të parë që ta sjellë këtë realitet këtu dhe tani. Sepse mendja gënjehet shumë lehtë. Mendja gënjehet nga besimet që ne i themi, nga mendimet që ne kemi, sado iluzion të duken. Nëse ne flasim negativisht për veten, ajo e beson dhe na sjell po të njëjta gjëra, pra nuk është se situash manipulohet shumë thjesht, dhe ne duhet jemi të zotët e saj, dhe jo ajo të na kontrollojë ne. Pra çdo mendim që vjen të manifestohet dhe ne thjesht të themi okay, këto na ran. Por ne duhet jemi ata që të themi, ne vendosim mendimet tona me vetdije të plot
Dhe mendja është miku ynë që na ndihmon që këto mendime të manifestohen, pra shikojeni si një makineri manifestimi, që këto mendime të na manifestohen në realitetin tonë. Këto pra ishin mesazhet që ndjeva për këtë hënë të plot. Dhe këtë video në fakt po e bëjmë pakës ndryshe, kështu ndjeva e udhëzuar dhe po e ndjej këtë, po ndjek intuitën time. Duke kaluar tani më tek 3 grupimet dhe ju mund të zgjidhni njërin prej tyre, do t'i vendos kohët specifike në përshkrim të kësaj videoje që ju kurdo që ta dëgjoni këtë video të dëgjoni mesazhet specifike apo thjesht të shkoni në pjesën që ju dëshironi. 3 simbolet që mu treguan gjatë meditimit tim ishin patkoj, lopa dhe bertkoca. Mund të duken të çuditshme në fillim, por kanë mesazhe shumë interesante secila prej tyre, kështu që merrni frym thellë, dëgjoni intuitën tuaj, po ju lë pakës kohë që ju ta ndoshta ndalojeni videon dhe thjesht mundohuni që të shikoni dhe të ndjeni cila ndjehet më mesazhi për ju, pra cila prej shenjave po ju thret. Merrni kohën tuaj dhe mos e nxitoni këtë lloj faze. Por gjithsesi, ju edhe mund ta testoni veten këtu dhe intuitën tuaj që ta shikoni për shembull. A ishte vërtet intuita që po ju drejtonte te kjo shenjë? Sepse nëse po, ju do të ndjeni vërtet që ky mesazh është për ju. Ju do ndjeni një rezonancë shumë të madhe që duket sikur ky mesazh po flet për situatën tuaj, për jetën tuaj, për një pyetje që kishit ndërmend. Dhe kjo do të jetë shumë e qartë, pra nuk ka dyshim kur intuita flet. Ndërkohë që kur mendja flet dhe kur egoja mundohet të marrë vendin e saj, ka shumë dyshim. Dhe lë vend për të dyshuar dhe lë vend për të thënë a ishte vërtet kjo, po ndoshta kjo s'është për mua, po gjëra të tilla dhe gjithmonë dëgjoni intuitën për këtë. Duke filluar me shenjën e patkojit. Në fakt, kjo është një shenjë e mirënjohur e fatit dhe e mbarësisë që ju mund të keni në jetën tuaj, kështu që në radhë të parë një mesazh shumë specifik është që për çfarë do lloj gjëje që ju mendoni që fati s'është në anën tuaj, gjërat s'po ju ecin siç duhet, largojini gjitha këto mendime. Ne folëm pak më parë për faktin që ne duhet ta udhëzojmë mendjen tonë që të jetë mikja jonë dhe të na ndihmojë të manifestojmë. Kështu që mos i lejoni këto mendime dhe dyshime që t'ju largojnë ju dhe t'ju vonojnë bekimet tuaja. Sepse fati është në anën tuaj. Nëse ju e zgjodhët këtë simbol, sigurisht që po. Por, ndonjëherë këto pengesa dhe këto vonesa dhe këto gjëra që ne na duken sikur se kemi fatin me ne, në fakt janë në radhë të parë për mbrojtje, në radhë të dytë për ridrejtim, që ndoshta rruga jon ka nevojë për një lloj ridrejtimi të vogël, një ndryshim të vogël, dhe kur koha kalon, ne kuptojmë që kjo vonesë në fakt ishte përgatitje. Ne kuptuam për shembull për gjatë një gabimi, ne kuptuam që sistemi ynë s'funksiononte dhe ne duhet bënim një ndryshim të vogël që kjo të funksionojë, sepse për shembull kur puna të rritet, ne duhet jemi në gjendje ta përballojmë punën, në rastin e një biznesi po marr, apo nuk e di, kjo po më vjen ndërmend. Pra në momentin që sistemi jon në lidhje me punonjësit nuk është siç duhet, kjo koha që ne s'kemi kaq shumë klient na bën të mundur që me 2-3 klientë që ngelen të pakënaqur, ne ta rregullojmë këtë. Që kur të vi dyndja për shembull me shumë klientë, ne të mos i lëmë 100 të pakënaqur, por t'i kënaqim të gjithë, sepse e rregulluam këtë kleçkën e vogël që, domethënë, lavdi Zotit ne e patëm këtë kohë që ta shikonim, ta dallonim dhe ta rregullonim në kohën dhe në momentin e duhur. Prandaj mos mendoni që në radhë të parë mos mendoni që ju ka ikur koha, mos mendoni që s'keni kohë, mos mendoni që as po vonoheni dhe as po nxitoni, pra jeni në kohën dhe në momentin e duhur. Dhe gjithçka po ndodh për një arsye ashtu siç duhet të jetë. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm për ju. Diçka tjetër që po dëgjoj dhe që në fakt dëgjova edhe gjatë meditimit dhe po rikthehet është fati është ura që ne ndërtojmë për të shkuar drejt ëndrave tona, pra për të takuar realitetin e ëndrave tona, apo veten tonë më të mirë, apo manifestimet tona, çfarë do lloj qoftë, plotësojeni vetë hapësirën. Dhe po ta shikonim, edhe vetë patkoj ka një formë pra si urë, që do të thotë që ndonjëherë ne shikojmë njerëz dhe mendojmë ky ka shumë fat, për shembull, çdo gjë i ecën, pse unë nuk kam fat dhe personat e tjerë kanë shumë fat dhe ju ecin gjërat shumë mirë.
Sepse ka diçka aty. Fati ne e krijojmë. Vërtet mund të duket sikur fati o e ke ose qëllon ose jo, por në fakt edhe ata që kanë fat, kanë ndodhur diçka në mendimet e tyre, kanë ndodhur një ndryshim i brendshëm në energjinë e tyre, që ata kanë qenë në të njëjtin vibrim si fati. Sepse ne tërheqim me vibracion dhe duke qenë në vibrimin e fatit, ne do të kemi fat në çdo gjë. Kështu që është thjesht çështje vibrimi, është thjesht çështje e një ndryshimi të brendshëm që ky njeri ka patur. Dhe nëse edhe vetë ai njeri e studion se çfarë ka bërë, çfarë ka menduar gjatë kësaj periudhe apo në atë moment, ritualet ndoshta ose mënyrën e jetesës, mënyrën se si mendon, mënyrën se çfarë beson për veten, të gjitha këto diktojnë që në fakt fatin e ka krijuar vetë. Dhe po të njëjtën gjë mund të bëjmë dhe ne. Në vend që të rrim dhe të mendojmë përse të tjerët kanë fat dhe ne jo, ne mund të bëjmë po të njëjtën gjë, ose të studiojmë dhe të shikojmë se si mund të kemi dhe ne fat. Ky është mesazhi tjetër, mund të jetë dy grupime të ndryshme këtu. Kalojmë tani tek shenja e lopës. Shenja e lopës na lidh përsëri me ndjesinë e fatit, me një shenjë fati. Dhe në fakt në kulturën indiane, lopa është e shenjtë, lopa është e bekuar, është një zot më vete në këtë kulturë dhe nuk guxon askush që t'i bëj diçka lopës, sepse shikohet si simboli i ushqyerjes, i mirëqenies, i prosperitetit dhe kjo na lidh dhe shumë me energjinë e natyrës, që në fakt është në mirëqenie të plot, por edhe me faktin që lopa, ju e dini, të gjithë e dim që bën qumësht dhe qumshti ka energjinë e nënës, energjinë e ushqyerjes, jo më kodithet me këtë lloj energjie dhe mund të shikohet si një mesazh për shembull që ju jeni më, si të thuash, në mirëqenie se sa ju e shikoni veten. Pra, ose ju jeni më në gjendje që t'i ushqeni manifestimet tuaja dhe nuk po e përdorni këtë lloj fuqie që keni. Dhe nga ana tjetër jeni shumë të fokusuar te fakti që po ta mendoni, për shembull, ndonjëherë lopa ka një konotacion negativ. Dhe shpeshherë njerëzit e përdorin dhe për të cilësuar disa, për shembull, veti negative apo nuk e di si mund ta përdorin, por që ndonjëherë ndjej që ka një lloj konotacioni negativ lopa. Dhe nuk e di se përse, sepse në fakt gjithçka ka atë konotacion që ne i vendosim. Dhe pse të mos ta shohim çdo gjë me syrin e bukur dhe të gjejmë gjërat e mira tek gjërat dhe jo gjërat e këqija. Të fokusohemi më shumë tek e bukura. Gjithsesi, kjo është ideja që ju mund të jeni të fokusuar te çfarë thon të tjerët për ju, çfarë mendojnë të tjerët për ju. Dhe në vend që ju ta trajtoni veten si Zot, siç e trajtojnë për shembull në Indi, e gjithë kultura e tyre, simbolin e lopës dhe vetë lopën që e mbajnë si të shenjtë, ju e lejoni veten të jeni thjesht një lopë për shembull e zakonshme. Kështu po e marr si shembull. Pra nuk e kuptoni fuqinë që ju keni, nuk e kuptoni që ju jeni të vyer, që ju keni shumë për të ofruar. Ndoshta kjo është në mjedisin e punës. Ju i lejoni të tjerët që ndoshta janë xheloz për ju dhe mundohen t'ju ulin poshtë, i lejoni që ata të jenë të lumtur dhe ju të besoni çfarë ata thonë. Dhe ndoshta sepse keni frikën e largimit nga puna, edhe sikur ta dini, ju mendoni që s'ka problem, le të jem unë kështu dhe nuk ka problem, meritat e mia le të mos njihen. Por kjo nuk duhet të ndodh në asnjë lloj fushë dhe në asnjë lloj mënyre. Drejtësia vendoset në vend sigurisht, por që përse ta lejoni ju veten që të trajtoheni nga të tjerët në këtë mënyrë, apo të besoni çfarë thonë të tjerët. Sepse fundi ai bëhet realiteti yt ose juaj më pas. Dhe mendja është thjesht ajo që duke qenë se ju e dëgjoni vazhdimisht këtë dhe ju e mendoni dhe vetë që po ndoshta jam kështu, ajo fillon ta manifestojë. Dhe mira është që ta ndërprisni këtë. E mira është që ndoshta thjesht të reflektoni pakës, një ndryshim vendi do të ishte më se ideal nëse ju vërtet doni të ndryshoni. Dhe kjo na lidh me faktin që është një ndryshim identiteti. Dhe nëse ju shkoni në vendin e duhur, ju mund të trajtoheni si Zot, ju mund të bëni menaxher, ju mund të bëni më i miri aty, sepse ju vlerësojnë. Po në këtë midis ku nuk ju vlerësojnë, ju do të ngeleni gjithë jetën. Kjo lopa e thjesht. Pra lopa e thjesht që thjesht nuk trajtohet siç duhet.
Ndërkohë që po të jeni në këtë mjetis, ju do të mbajni në pëllëm të dorës. Ky ishte një mesazh për ju. Dhe po ta vini re dhe mesazhet janë të ndërthurura edhe me faktin e ritualeve ose me çfarë mund të bëni që të dilni nga kjo energji apo ta zotëroni këtë energji, edhe nëpërmjet afirmimeve, edhe nëpërmjet punës që mund të bëni me besimet tuaja. Dhe le të kalojmë tek shenja e fundit, tek simboli i fundit, që është Bretkoca. Bretkoca lidhet gjithashtu me energjinë e prosperitetit, mirëqenies. Por nga ana tjetër, mesazhi specifik që mua mu tregua, ky është një mesazh shumë specifik, ishte në lidhje me faktin që duhet ta kem përmendur edhe më përpara këtë shembull, në lidhje me Bretkocën e cila nuk dëgjonte. Është një histori shumë e bukur, e cila mu risoll dhe jam shumë e lumtur ta ndaj me ju, mund të jetë shumë e rëndësishme për dikë për jush. Kjo Bretkocë ra së bashku me shoqen e vet në fundin e një pusi, sepse ishin shumë kurreshtari që të shikonin se çfarë kishte aty. Por ky pus ishte aq i thellë sa që duhej shumë mund dhe strapacim që ato të ngjiteshin përsëri lart. Dhe vetmja gjë që ndoshta këto Bretkoca kishin nevojë ishte një fjalë e mirë, një motivim, një gjë e bukur, një energji pozitive, të paktën ta dinin që dikush është aty që po i motivon të ecin përpara. Sepse ndonjëherë besojni ose jo, ne ndoshta kemi nevojë thjesht për këtë fjalë të mirë. Edhe sikur ky njeri të mos jetë fizikisht aty, dhe sikur ky njeri të vërtet mos na kap dorën. Gjithsesi një fjalë e mirë mund të ndryshojë komplet gjithë gjendjen tonë dhe ne të motivohemi sepse ne mund të bëjmë gjithçka vetë. Por ndonjëherë harrojmë fuqinë tonë, ndonjëherë harrojmë që jemi si kjo Bretkoca që është e vogël, na duket vetja shumë e vogël dhe vetëm dhe e pa vlerë ndonjëherë, sepse kur jemi në një energji mërzie, është shumë e thjeshtë që ne të mbytemi nga këto mendime negative. Dhe kjo fjalë e mirë duket si ajo drita dhe shkëndija që na nxjerr nga kjo flusk sapuni. Dhe këtë bëri Bretkoca e parë. Duke shpresuar që ndoshta miqtë e saj do ta motivonin, ata filluan t'i thonin që ti asnjëherë nuk do të ngjitesh. Oho, shumë lart. Ju jeni shumë poshtë, ju nuk do ngjiteni dot, do të bini përsëri, po mund të vriteni. Dhe duke dëgjuar të gjitha këto, kjo Bretkoca u trembaj shumë, saqë thjesht nga frika ra përsëri atje ku ishin. Ndërkohë që Bretkoca e dytë vazhdoi të ngjitej. Dhe duke u ngjitur, shikon miqtë e saj që po bënin lëvizje me duar dhe kishin ca mimika fytyre shumë që dukeshin të entuziazmuara ose të habitura dhe thjesht kjo e motivoi shumë, sepse Bretkoca në fakt nuk dëgjonte. Dhe ju duk sikur të gjitha këto reagime ishin në fakt për më të mirën e saj dhe miqtë e saj po i inkurajonin që ajo të ngjitej. Dhe kaq e lumtur dhe motivuar, ajo pati dhe më shumë forcë që të ngjitej. Dhe ja doli në anën tjetër. Dhe të gjithë ishin vërtet të shokuar që si ka mundësi që ti dole. Dhe kur e pyetën, ajo thjesht tham: "Shumë faleminderit miqtë e mi, sepse më motivuat shumë që të ngjitem tu lart." Sepse në fakt unë nuk dëgjoj, por faleminderit thjesht për inkurajimin që më dhat. Dhe aty të gjithë e kuptuan. Dhe në fakt morali i kësaj historie është që ndonjëherë pra ne thjesht kemi nevojë për këtë fjalën e mirë, por nga ana tjetër ne nuk duhet të dëgjojmë zhurmën, si kjo Bretkoca që në fakt ishte vërtet natyralisht që nuk dëgjonte, por ne mund të bëjmë sikur nuk dëgjojmë. Pra ne mund të bëjmë sikur si dëgjojmë këta njerëz që na thonë është e kotë ta fillosh këtë lloj gjëje, është e kotë të shkosh në këtë rrugë. Mënyra e parë se si mund ta evitojmë është në momentin që ne dimë që këta shokët ta nuk janë të duhurit dhe ne nuk ja tregojmë fare çfarë do bëjmë, dhe kështu ata nuk kanë se si të na ndalojnë, sepse duam apo s'duam ne ndikohemi nga fjalët e të tjerëve. Dhe e dyta, edhe nëse ata e dinë, gjithsesi ne të dëgjojmë intuitën tonë. Kjo është pakës më e vështirë, por ka dhe një mënyrë tjetër që ne ta kthejmë këtë lloj energjie negative në energjinë tonë për të ecur përpara. Pra, e keni parasysh ndonjëherë kur thonë ca njerëz që inati të shtyn të bësh ca gjëra që t'ia provosh të tjerëve që hey, unë mundem, ti më the që unë s'mundem, por unë mundem. Dhe unë do ta provoj këtë që unë mundem. Këto janë tre rrugët që mund të ndiqni në këtë lloj energjie dhe në këtë lloj rasti. Dhe këto janë mesazhet që ndjeva
në lidhje me jo vetëm këtë hënë të plot, por këto mesazhe janë kur do që ju ta dëgjoni, sepse siç e shikoni janë thjesht mesazhe që lidhen me fazën tuaj specifike në jetën tuaj. Jam shumë e lumtur që e dëgjuat të video, që jeni pjesë e këtij komuniteti, për gjithë ju që bëni like, subscribe dhe që komentoni, që ndajmë eksperiencat tona, kjo do thotë shumë për mua, dhe për gjithë ju që më kontaktoni në email. Shumë faleminderit, do doja të dija ju pëlqeu kjo lloj mënyre e prezantimit të energjive dhe të leximit të energjive në lidhje me hënën e plot apo hënën e re. Nëse po, do doja shumë të dija opinionin tuaj. Dhe gjithashtu opinionin tuaj dhe se si këto mesazhe zën pjesë në jetën tuaj. A kanë për shembull kuptim? A vërtet rezonuan me ju? Dhe nëse e provuat testin e intuitës, si rezultoi? A tregoi intuita vërtet simbolin e duhur për ju? Të gjitha këto do doja shumë që të dëgjoja për ju dhe të komunikonim së bashku. Shumë faleminderit. Kishim një video tjetër, mirupafshim.